Ndërsa po flasim për origjinën e një plagës së braktisjes, me siguri ka persona që po na shikojnë edhe thonë, po mirë pyete se si me shëru veten, sepse ndoshta po kalojnë nëpër një proces të tillë, ndoshta nuk kanë ditë me identifiku dhe okay, kjo është reflektimi që po e bajnë nga ajo çka po shpjegon ti, a shërohet, a ka mundësi kjo me u liru, me dal prej krahërorit edhe me jetu lirshëm prej kësaj ndjenje? Shiko, kjo pyetje ka përgjigje shumë dimensionale. Për shembull, varësisht se në cilën pjesë po dëshiroj me u kap. Për shembull, nëse po flasim për një person që po flet një individ për përvojën e tij, pra jashta familjes, jashta të tjerëve, atëherë normalisht që gjithmonë thirrja jam është që me u trajtu në aspektin terapeutik. Pra, me njoft veten dhe gradualisht me punu me gjendjet emocionale dhe se si me arrit me i ekuilibru ose me i menaxhu ato. Pra, ideja e kësaj frike ose këtyne shpërthimeve që mundet me na ndodh her pas here qoftë